e jurisprudencës krejt ndryshe. Unë jam antare e Këshillit Evropës që prej 20 vitesh tashmë. Dhe jam e certifikuar si trajnuese e trajnuesve. Në kuadër të kësaj, punoj çdo ditë, qoftë edhe së fundi edhe jam emëruar si trajnuese online e Unitarit, është një organizat për Instituti i Studimeve dhe i Kërkimeve i Kombeve të Bashkuara në Gjenev, dhe shikoj se ku tenton tregu zhvillimi bashkohor, zhvillimi teknologjik, zhvillimi arsimor, kurikulat. Për arsimin do të thosh kryesisht, research është për arsimin kryesisht, për anën akademike. Pra, nisur nga këto trajnime që unë i kam të përditshme, që ja jap, do me thënë, shoqërisë civile si pas nevojës, apo qofte edhe qarqeve akademike si pas nevojës, mundojmë që këto t'i vë në praktikën time të punës edhe në fushat të tjera. Unë kryesisht jam e specializuar në 3 fusha kryesore. Në fushën e jurisprudencës, të lingvistikës edhe të diplomacisë ndërkombëtare. Janë 3 fushat të cilat unë punoj me të treja çdo ditë në jetën time të përditshme. Dhe i zbatoj çdo ditë. Dhe mundohem që të përfitoj prej secilës prej tyre për të mbushur aty ku ka deficite. Edhe në punën dhe në jetën time, në Londër, apo në Tiranë, apo qoftë edhe këtu në Prishtinë, unë nuk jam kot rastësisht sot këtu në Prishtinë. Jam sepse jam e ftuar në një aktivitet nesër që kemi me motrat e Kosovës. Prandaj edhe kam ardhur nga Londra vetëm në respekt të kësaj ftese. Pra, mundohem që të vë më të mirën e mundshme, zhvillimet më të fundit të tregut bashkohor, qoftë arsimor, qoftë shkencor, qoftë diplomatik, që t'i vë në jetën e përditshme me njerëzit, me komunitetin, aty ku jam, veçanërisht me femrat dhe me të rinjt, se puna ime më së shumti është e përqendruar tek femrat dhe të rinjt. Këto janë, besoj, 2 pjesët promotore të shoqërisë, të cilat nëse zhvillohen në mënyrë të vazhdueshme, të pandërprer dhe në rrugë të drejtë, atëherë e gjithë shoqëria nuk ka probleme. Do të ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm të shoqërisë nëse arrim të zhvillojmë këto 2 grupe të shoqërisë. Jeni, këto që po i përmend nuk konsideroj që janë punë shumë të thjeshta, janë punë me ndikim, edhe do thotë kjo është një përfaqësim joni si shqiptar fillimisht,